Mirëmbrëma të dashur teleshikues, teledëgjues, teletabisatan, kudo që jeni, mirë se keni ardhur, mirë se jeni sintonizuar, ju lë kthej kokën aty se po na bëjmë video. Mirë se jeni Ço se e mbushun. Mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radio, gjithashtu në kanalin 10 të Digital, kudo që jeni, po ju puthim, ju lëshive kamerën dhe puthe, jepi i puthur, 1 2 puthim kamerën, puthim dhe trafikun, puthim dhe policinë e shtetit që ka bllokuar gjitha rrugët që çojnë këtej nga stadiumi dhe nuk dim nga të bjemi. Kemi lënë makinat, nuk e dim ato i gjem ku i kemi lënë. Do jemi bashkë së bashku deri në orën 8 ose 20:00 për t'ju shpërndar sa më shumë energji pozitive, energji të mirë në këto ditë vështira. Çfarë ditësh janë këto? Tot story. Po, patjetër, futuni të gjithë te faqja e Top Albania Radios për të parë. Ora çfarë të dalin aty reels, informacione më të volitshme, më të frytshme të gjitha. Se janë mbledh gjithë ata ande. O Silvia, çfarë bën aty ti? Respekt Silvia, Respekt. Angelo Shkreli, Julian Hurdha dhe DJ Kedo. Çuna përshëndetje. Fix. Çuna përshëndetje. Ka fshim audiencë. Mikrofon le të fillojmë argëtimin para se të na zhiten mikrofonat. Patjetër që po. 3 ishin ndodhit kryesore të kësaj jave që lam pas, kolegë nderuar dhe dëgjues të nderuar e të respektuar. Dhe kur flasim për ndodhije, theksojmë nuk futemi fare te politika. Po, politikën e kemi një bulevard më tutje. Një bulevard. 2 rrugica. Po. Ivanka Trump viziton Shqipërinë. Shumë bukur. Kryelajm. Konkretisht ka vizituar Vlorën dhe Zvërnecin. Po. Edhe këtij lajmi nuk kishte si ti mungonte komenti i shqiptarit që nuk la gur pa lëvizur e nuk la postim pa komentuar. Si për shembull, Ivanka postonte dhe thoshte so beautiful. Po. Shqiptari komentonte po bukurime qera. Ivanka shihte male, komentuesi edhe ne male shohim, po male me halle. Po i shkreti tani kush e di çka ka qenë në burr. Po tjetër, Ivanka, Shqipëria në foto parajs, komentuesi, Shqipëria në xhep, bosh. Ivanka ishte edhe i qarë që del edhe ai gishtit. Ka ndodhur njerëz që kesh pa gjishtet e çara. Po se shty shumë gishti. Jo, burr. Nuk xhepi bëhen punët para, me gisht. jo xhepi mbrapa. Jo, nuk bëhen punët me gisht tash. Jo, po si s'bëhen, unë nëse njëra dorë lan tjetrën, të dyja lajn fytyrën. Po gishti këtu? Ku ti tregon gishti? Gishti drejtohet, Juli. I drejtohet dikujt kur bën faj. Si mendon ti për shkakun kur dikush bën faj, duhet ja drejtosh gishtin? Jo, është mungesë edukate mor pirë. Po ç'duhet ti thuash për shembull? Bëre gabim, duhet të ndërgjegjësohesh, duhet të reflektosh dhe mos të përsërisësh më. Mirë mam? Po atëherë ti je duke i hequr të drejtën gishtit. Se gishti për këtë gjë përdoret. Po përdoret për gjë tjetër. Si për shembull për të kryer veshin, kryer hundën. Jo, për t'ia vënë kokës. Për vesh është Chelsea makinës. Ku ka dashuri më të madhe. Ka që ju tani oligarkët nuk i keni makinat me Chelsea, më keni thjesht shumë me butone, sfutet ai sot. Po ka Chelsea në rezervë që ha bagazhin, nëse dele me buton. Fap te veshi. Dhe për të rikthyer Ivanka poston peaceful place. Shqiptari poston trafik i të bashëm. Patjetër, Ivanka në foto sheh detin blu, komentuesit thon shohim detin e kredive. Ivanka, what a view, komentuesi, what a jetë. Jetë. Po jetë. Çuna përshëndetje. Ivanka, jo, nuk shih. Aç na ke bërë Flori. Shpir s'ka gjë, vazhdo programin. Tamam, do vazhdoj. I ka hy virusi aty shirik, po. Po valla, çojmë në mëngjes i them. Covid-2. Them nuzës. Nuze përshëndetje. Shitet vez e zier, 2 vez me sedër, me gjalp dhe me djath. Për çmimin donat ju lë numrin. Eç na ka gjetë. Bukurej. Ivanka thot Shqipëria kartolin, komentuesi thot shqiptarët fatur. Ivanka buzqesh, shqiptarët në komente shtrëngojnë dhëmbët. Ajo vjen për pushime, komentuesit ne rrim për mbijetes këtu thon. Ajo sheh diell, komentuesit ne shohim fundin e muajit. Kur po vijë s'po vjen shumë i gjatë ky janar. Janari është shumë i madh, shumë i gjatë, shumë i tmerrshëm. Welcome to Albania, vend i bukur për vizitor, i vështirë për banor. Rim AB. Mësojnë klasë 3. Edhe shkojmë tek ngjarja numër 2. Po. U përkujtua 107 vjetori ndarjes Gajeta të themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemali. Dhe në sondazhin e bër, rezulton se ka akoma të rinj që mendojnë se Ismail Qemali është thjesht një gjimnaz. Këta që janë Tiranë. Po. Sa ata për shembull
Në Fier, hajt po marr Fierin. Mbase edhe nuk e di që Ata Vlorë mendoj se është universitet. Po. Jo më se e kanë edhe gjimnaz ata, më duket. Jo, e kanë Alidemi gjimnaz. Pra. Alidemi. Por më e çuditshme e di çfarë ishte mor Julian, se askush nuk po e postonte. Këta të rinj, domethënë, nuk pash njërin që të hidhte një story për të. Ai u lodh na bëri shtete nga serdhje, nga ças bëri. Ne përtojmë të hedhim një story. Si puna jote, ai të fton ti se poston. Si vjezor, po unë do t'i them, gjithë do t'i them live. Po le tani bën me këto deklarata, do të figurën tani, ja. Ne politikani mat më qenë këto. Të lutem, okay, do s'ti bëj, po t'ti bëj. Ma në mos se sa gjë politikan po turrin këtu. Po jo turrën direkt andej. Ikë. Ne sigurisht. Po pse kështu bën? Ne sigurisht u interesuam dhe pyetëm, po si mor çuna dhe goca nuk hidhni një story, nuk I kushtoni rëndësi plakut të mençur të Vlorës, por u ndeshëm me të njëjtën përgjigje. Po. Ne spoziti muhabetën me plakun në shtëpi, me plakun e Vlorës. Dhe e treta, por jo më pak e rëndësishmja, ishte parkimi dysh. Kush parkon dysh do të përballet me ligjin. Duke thënë ndryshe, nëse dikur të fusin në burg për një fjalë goje, sot të fusin në burg për frenadore. Ja, si ke ashtu, nuk pse ashtu I keti. Po kështu janë konsumu. Po, e po duhet t'i ndryshosh. Ne me që jemi dyshe koleg duhet të ruajmë të mos rrim kështu skiç. Po, se mund ta ham. Kush e ha alla? Nuk e di. Jo, kush parkon dysh? Ty të bëf mirë, unë nuk parkoj dysh. Çfarë do të ndodhi, sido që të ndodhi, jo dyshe. Bukur, asnjëherë dyshe, më lart. Mirë mbrëma Shqipëri, nëse hëna nuk ju pëlqen fare, futini një mendje top sepse më mirë do bëhet, më keq nuk ka ku të vej. Si shtaj, kjo është jeta plako. Kështu kur s'ke pare. Buk, ron, djath shalqie, gjiro me kombëtar. Se duhet I çik buk prandaj. Përshëndesi Mirin. Miri kudo që je, di që jem big të përshëndesim, bravo të qoftë, je I madh. Okej, ikim o DJ Kedos, ku do të na çosh tani? Jemi rikthyer sërish këtu në transmetim të Bravo të qoftë. Sërish në transmetim të drejt për drejt është 18:17 minuta, do të shkojë 18 tani edhe putheni ju të gjithë telefonin nëse Puthe pra telefonin se në kamera. Po jo, po kë më shtrondi. Nga larg unë s'kisha shkuar akoma, ishte 17, 18, 17. Direkte të ty, kështu që puthe I çik tani. Bravo Julo. Tani jemi tek ajo rubrika ku regjisorët nëse dëgjojnë ose e shohin këtë përplasje me njëri tjetrin, po gjithashtu unë vura prapë të sytë që I kisha javën e kaluar I bëj thirrje kushdo që I ka harruar viti bari. O vllai, o motra, hajde meri se sa ti kem këtu do t'i përdor për këtë rubrikë. Sa të rrojmë do t'i përdorim. Kam edhe jastikun e Lori Kafes që do ta përdor se më duhet për props. Për props, e? Po. Objekt skenik. Kur të duash DJ Kedos fillojmë. Na jep DJ Kedos. O baba. Mërsula, erdhe? Erdha zoti kujdestar. Me çfarë erdhe? E makinë zoti kujdestar. Me bicikletë do kisha arritur Mërsula. O zoti kujdestar. Ha Mërsula. E gjeta kush ka hedhur nga shkallët. Kush më hodhi nga shkallët, Sula, ha? Kush më spionoi, ha? Kush? Ai që ta ka Sula, mos më bëj filma mu. Spion, majmun, rëshkiti mbi sapun. Kush foli? Ti? Apo ti? Ja pra, e shikoni që spiona ka pasur. Edhe normal që do ketë. Se kemi frikë me bonji. Se të nesër me në kanë marrë vesh gjithë të kafja e lagjes. Nesa, ku e lam e ku na mbeti. Kesh më shumë frikë nga spioni se nga shteti. Dhe një zë vëngon nga lumi, më buqet më zgjon nga gjumi, se komshiu po punon, shumë zhurmë betonierja po bon, ngriu një spiononi, bëni foto e tregoni, ka të ndare punëtor. Që nga Shkodra, e gjerë më Vlorë. Sulo! Po dikur kishe nder e sedër Mërsula. Edhe sot I kam zoti kujdestar, për më thonë, shko nga frenera, friu ere nga përjashta, tundi perdet e mëndafshta, mos harro se të harrova. Spionin ta dërgova. Ti je budall. Si jam budall, unë jam sillem si budall, dhe të tjerët thonë, lëre mërsa I është budall. Sula do marrësh njerëz në qafë. Njerëzit në qafë kanë veten, unë vetëm po mbaj shënimet zoti kujdestar.
Po do të kapi një ditë, Sulo, do të gjenë nga dheu do të nxjerrin. Zoti kujdestar, e kam parë, e kam vëzhguar, e kam studiuar, e di kush të ka rrëzuar. Po s'më duhet mër, Sulo, thjesht të provokova. S'ka gjë, i kam lënë Zotin, shefa i lartë, Sulo. Po që thua, more, zoti kujdestar? Mos u bëj gomar që pret të mbi bar. Merë pak hak sa më parë, ti je zoti kujdestar, zoti kujdestar. Sulo të qafti o tom, lene këtë punë para se të lejshnom. Murin që se kalova dot e shemba, zoti kujdestar. Sa e kishin ngrit, mor, zoti kujdestar. 7 dubla bëra, miku truri. A pas ke filluar punë me skavator, mor, Sulo? Jo, zoti kujdestar. Murin e kishte qenë pa leje. Ata ti këmëtës, hajde një herë, jo thash, hidhi i sy. Erdhën ata, rek me skepa, hop murin tok. Po unë kur të kërkova të spionoja, e kisha për hallin tim, mor, Sulo? Halli im, e ashtu hallin tatë, zoti kujdestar. E diti, se më i moqëm se unë. Do të bëhem spion, se është më kollaj të denoncosh se sa të punosh. Të punosh do zanat, diplom, mik, kurse të punosh dhe të spionosh, mjafton vetëm një telefon. Ja, e kam, me Alpasinon. Riurt, Sulo, më sot të punosh e jo të spionosh. Tek telefonat bëra unë, zoti kujdestar, për njerin që shante drejtorin. E di që ndodhi? A i sa, unë spiono. A i shkarkohet unë zë vëndin e ti. Shumë e bukur, zoti kujdestar. E mos më mbete gjë tjetër veç se të qesh, por nuk të zgjedhë Është film dritë tjetër, kjo, ai mor, kujdestar. Sulo. Kjo Unë është- luaj të dyja. Kjo është vet drita, o zoti kujdestar. E man mend kur thonim zoti kujdestar surrat patate? Po, E pa patatja nuk ishte surrat ma. Tani po nuk spionove e hangre. Pataten. mos tall pataten, Sulo, se patatja është edhe bukë edhe gjellë. E di kush i ka bërë parullat, zoti kujdestar? E di, mor, Sulo, Gjergj Gjuvani. Jo filmin, parullat në Facebook, zoti kujdestar. Po s'më duhen, mor, Sulo, ta thash 10 herë, nuk më duhen. Dikur më thoje shumë i dua, me fjalë kërcënuese më vrave mua. Po tani fjalët e tua s'ka në më vlerë, edhe riurt se ta hapa o, Doras. E hap ti e hap, po unë qojnë spak, zoti kujdestar. S'të pas ka bo fajde gjitha i dajak. Ky vend nuk ka nevoj për spiuna, se ka me shumicë, mor, Sulo, vetëm probleme të sjell spion liku. Po, zoti kujdestar, por halli nuk pret dot, rroga nuk pret, madje te puna dëgjova njërin që thoshte marrim Sulon, sa ai na mban të informuar. E kupton apo jo, zoti kujdestar? Do të themen ndonjë gjë për ty do të heqin? Po jo, mor, Sulo. Sulo të qafti o tom që na bëuna. Unë në univers paralel Sulo Sulo do ishte U sakrifikuaj do shkreti, ishte po tani top ka ndryshuar kohët. Po. Na rikthe sërish në transmetim drejt për drejt, se kështu nuk ishim. Sulo, është kështu. A Julia si Po mi vrimi bi fylli. si mësove ti bish njëra ti fylli të bu. Çfarë Ndryshojnë personazhesh vrimën. nuk bën këtu, nuk mëson bjerë një fylli se mban mend atëherë kur na thoshin aktori bëj? duhet di edhe i vegël muzikore. Pa e di unë. Ti bjeri fylli, po jo, ajo s'quhet, sa me atë ke lindur. Nuk na duhet ajo. Okej, ikim, do ikim te Sweet Dreams? Si të Sulo. Jo me ja sulën e qam, po nuk është problem. Okej. E di më së miri DJ Kedo se ku do na çoj. Ju vazhdoni të qëndroni këtu me ne, rikthehemi vetëm pas pak.